Po unë çka kam hek unë me ju në vitet 80 edhe 90, edhe tash që keni pavarësi, a mos me luftu çdo familje për armërinë e Kosovës, edhe me thonë, më kanë në depresion se nuk besojnë në qeveria. Unë me mujtë me najtë tash me Ibrahimin, me Rogovën, çka ka ndodhë, se çka ai ka sakrifiku krejt me ndërtu këtë Kosovë ëndër që keni pas, edhe ai me pa tash çka keni bo me këtë qeveria, që jeni ka domës, qëto sen, I would, me Rogovën kishë qenë shumë e dimshme. Vetë Rugova ta ka përmendur në një kohë, ja ke kërkuar një copë letre për shkollimin e vajzave, sepse shkollimi i vajzave nuk ka qenë në rrethonat e kohës në vitet 90-ta si të mos gollë. Ama ka qenë një dhvallë e madhe në vitet 70 krejt me shku, kush ka mujt me shku, për tani për çka rrethonave. Të ka shqetësuar kjo kur I ke pa familjet që vajzat nuk po I çojnë shkollë dhe interesant ishte ai rrëfimi. Unë kur kam shku në viti me punu se me kanë urdhru regjimi këtu në Kosovë, me ka detyru me shku në viti se është një vend ka serbë dhe shqiptarë aty e përzim, edhe kam punu atje, edhe në fillim s'kam ditë, kur kam marrë vesh që familjet nuk janë të qu qikat në shkollë të mesme, tha, ku jam une, jam në Arabia, ku jam une? A unë mendova që jam në një vend që po do më konë pjesë të Evropës, e mos me qu qikat në shkollë të mesme, what is this? Like, qka? E kemi nisë me shku shpi në shpi, familje. Pse, ku janë arsyre që s'jeni tu qika? E ka pas plot arsyre të ndryshme. A po frigohem se mos po gjendo serb në autobus, a s'kemi pare për qka po du me hangër që dido. Shumë plot arsyre. E arsyre kryesore ka qenë sheftas. Arsyre ka qenë që papunësia ka qenë madhe, mos me hi në punë mas shkollë mes me qikat, me bo atër duhet me bo anvise totale. So there's two types of wives, dy loj nuset kanë qenë që atëherë. Një loj që është intelektuale, do thot ka shku në shkollë, po punon, e tjetër anvise që nuk është I shkollum, edhe është krej tjetër forme njerëzit. Edhe ato nuk kanë dash me shku qikat në shkollë, edhe me najtë në bank me djem, në që se ka mu kanë anvise, e mos me punu. So this was very, very interesting. Shka ka qenë arsyre themelore. E tani kemi shku, disa kanë thonë, ama një letër për Ibrahim Rugova që thot, qosh qikat në shkollë, edhe kam shku të Ibrahimi, thashe, ama një letër se qëto njërës nuk, edhe Ibrahim na ka dhënë një letër, edhe kemi shku në shpi, edhe ka nisë, edhe ka qenë një shpejtim për shumë qikat që kemi punu që atë. Duket që je kënaqur me ato çfarë ke arrit. Ma nuk kanë qenë krejt, ama kemi, e tani jam përzon. Gjys punës, 97, gjys qatë punë me qikat jam përzon. Edhe nuk kemi mujt me që krejt qikat në shkollë. Vetë bajegi disa kanë shku, edhe sot me pëdhe, o shqyqyr që ka mujt me shku në shkollë. Që që arsimin sot? Arsimi, si është për... Well, I don't know. Ama ju krejt po kukasin për arsimin këtu. Unë qka po shof fmi që po njof une, e qka po shof une qka studiojnë, po më duket mjaft në nivellën e Evropës. Po në tjetër anë njërës po pëthojnë, e kanë hi që ato mësuset, jo me kvalifikime, po me njoftësie, edhe nuk janë mësuset që duhet më kanë, po e njof në World Dance Kosovo, në grupe valtarëve që kam, janë në motion 4, 5, 6, edhe shumë janë kanë qenë mësuse, ose janë mësuse, janë tepër me kvalitet, do të me like really good teachers, mu po më duket, so nuk jam të kuptu, edhe une punën tem është në Rwanda në Afrikë, do të unë jetoj në Kosovë se po du Kosovën edhe po du jetën këtu, për mu është e përshtatshme total jetën këtu. Nuk jam të luftu për punë, jetoj në Social Security, do thot sigurim që kam pas për Amerikës, shumë skromno, shumë thjesht po jetoj, e muj me jetu me shumë pak pare, but nese, do thot unë nuk jam të luftu me jetu, po
puna ime hala që 13 vjet është me Rwanda. Në Rwanda, për shembull, shumë pak njerëz kanë mundësi me shku në shkollë. Unë jam luftu tash, kam 300 njerëz që janë në shkollë të mesme të fakultet, unë kam në Rwanda. Këtë vit duhet me gjetë $270,000 për qatë fëmijë me mujtë me që në shkollë, se kushton edhe shkolla fillore në Rwanda, në Afrikë. Edhe unë kam që përgjithësia me gjithë qatë pare, qëto vite gjithë qatë pare për qëto fëmijë, do thëtë për ato me shku në shkollë është një farë andër është me shku në shkollë. Me mujtë me shku në shkollë të mesme është në Afrikë është andër e njerëzve, andër, nuk është automatikisht që shkon aty. So, e kam gjysmë aty 300 janë në fakultet tash. Do thëtë kur po pyetni ju për çështje shkollë në Kosovë, I'm not the best person, unë mendoj është mirë që krejt janë shkollum tash, po problemi është si në Amerikë, si në Kosovë, që kryhet fakultete s'ka punë. Njësoj është në Amerikë, kjo nuk është problemi Kosovës, kjo është problem në Amerikë, që është fenomen tash që njerëz nuk janë të shku në fakultet që s'kan çka me hinë punë masërej. So, ju jeni të krahësu gjithmonë ju me Evropën edhe, Kosova ka që varfër, s'kemi që to. Sepse ju jeni të krahësu vetin me vendet ma të zhvillum në këtë botë, the earth, do të Zvicër. Skandinavia është i parë në krejt bota për jetesë. Scandinavia, Finland, Sweden, Norvegji janë të parë në krejt botë. E ju keni shumë shqiptarë aty e krahësojnë Kosova me Suedi, për shembull, ose me Zvicër, ose Austri. Mos harro që shumicën njerëzve në botë s'kan as ujë me pi, as buk me hongër, as shkollim me pas, as sigurim kur del prej shtëpisë. Kosova është në zemër të Evropës. I know, but nuk është në kontinente që përballa me probleme. I know, mirë është, po prapë prej nga jeni ardhë për 40 vjetë për shembull, është fenomen. Ndryshimi madh thu. Është fenomen ju modernizimi që keni bo, por përveç në disa aspekte